Mirë mëngjesi të bekuarit e Perëndis, mirë mëngjesi. Zoti është i mirë, kush e vazhdon, dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Zoti është i mirë. Zoti është shumë i mirë. Dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Mirë mëngjesi, ju përshëndes kudo që jeni, ju them mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Ju them mirë mëngjesi nga Kölni, Gjermanisë. Koha është 32 gradë. T'ju jap çike informacionet e kohës. Si keni fjetur, si u ngritët. Si jeni. Zoti është i mirë. Zoti është shumë, shumë, shumë i mirë. Atëherë edhe një mirë mëngjesi, tani ju përshëndes nga Kisha Online Jezus Krishti është Zoti i gjithë shqipfolsve në Instagram edhe në TikTok. Ju them mirë mëngjesi dhe mirë se keni ardhur. Lavdia i qoftë Zotit. Le ta fillojmë ditën bashk. E filluam me pastor Nikun, me pastore Sarën, dhe le të vazhdojmë bashk në këtë ditë të bekuar që Perëndia e ka përgatitur për ne. Ai është arkitekt i mirë, ai është një arkitekt që nuk i bën shkallët kur atje ku nuk e kanë vendin, nuk kap kur një dritare atje ku nuk e ka vendin, nuk e bën kur një derë atje ku nuk e ka vendin. Ai është një arkitekt që e ka çdo gjë në kontroll dhe që gjithmonë dera vjen në vendin e dur, në kohën e dur. Dritarja vjen në vendin e dur, në kohën e dur, dhe shkallët vijnë në kohën e dur dhe në vendin e dur. Pra Zoti jon është një arkitekt i mrekullueshëm që e bën çdo gjë të përkryer në kohën e vet, thot fjala. Dhe falenderoj Zotin që ne jemi përsëri bashk. E falenderoj Zotin që ne jemi mirë. E falenderoj Zotin që 3 dita agjërimi joni transformovi historinë e botës, sepse lufta pushoi në shumë herë më shpejt se sa mund ta kishim imagjinuar. Shumë herë më shpejt, edhe unë u shokova. Thash, wow, Zot, ti më surprizon. Pra, shumë herë më shpejt se sa ne mund ta imagjinonim, në ditën e dytë të agjërimit, lufta pushoi. Edhe kjo më si i thonë, më magnitive të vërtet, se si Zoti i dëgjon kaq shumë lutjet tona. Kaq shumë i pëlqen zemra jon Zotit. Pra ai transformon dhe historinë e popujve. Lavdia i qoftë Zotit. Ne ishim në një agjërim 3 ditor për mbrojtjet e Izraelit dhe për pushimin e luftës dhe për zgjidhje dhe për mbrojtjen edhe të njerëzve në Iran, dhe Zoti me njerë ditën e dytë diçka që akoma nuk mund ta besoj, dhe thash, wow, kjo është e mahnitshme. Kush mund t'i bëj këto gjëra përveç Zotit ton? Dhe kur Zoti dëgjon zemrat, Zoti dëgjon zemrat e bijve të tij. Zoti dëgjon zemrat tona dhe ai vepron. Prandaj shikojeni se çfarë fuqie, çfarë dashurie ka derdhur Zoti në ne. Çdo lutja jon atij i pëlqen si një parfum erëmirë. Kur është diçka me parfum të mirë, të gjithë duan t'i marrin erë, thon, "Ua, afro pak." Po kur është diçka me erë të keqe, thotë, "Ua, man, duhet t'i iki."
Dhe Zoti t'i pëlqejnë lutjet tona. Ato janë si një parfum erë mirë për para Perëndis. Dhe sot në këtë mëngjes, ja ku jemi, dhe është vullneti i Zotit që ne jemi zgjuar mirë, që jemi mirë dhe pa diskutim, përderisa Zoti bëri që ne të ngrihemi mirë, plane të mira ka ai për ne. Plane të mrekullueshme ka Zoti sot për ne. Thuaj një çik zemrës tënde. Sot është një ditë e mrekullueshme. Zoti ka më të mirën për mua. Zoti ka gjërat më të bukura për mua. Sot është një ditë e mrekullueshme. Dhe unë do ta shijoj atë. Po, sot është një ditë e mrekullueshme. Pse? Sepse Zoti jon është i mrekullueshëm. Ai thotë që ka vetëm mendime të mira për ne. Ai ka plane vetëm të mira për ne. Kështu që ne do presim vetëm plane dhe vullnetin e mirë të Perëndis. Dhe çdo gjë që je çuar sot në mëngjes dhe kërkon të ndaj, të largoj nga paqja e Perëndis. Kërkon të padisi, kërkon të gjykoj, kërkon të merret me emrin tënd, kërkon të merret me thashe theme, me goditje, me shigjeta, nga kushdo anë që vjen. Në emrin e Jezus Krishtit unë e urdhëroj të heshtin. Në emrin e Jezus Krishtit, heshtje absolute dhe të largohen tani prej teje. Nuk ka vend tek ty për padi, për gjykim, për dënim, për zëmrim, për inat, për urrejtje, për mosfalje. Nuk ka vend në emrin e Jezusit. Ti je tempulli i Perëndisë së gjallë. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që vjen për së larti, le ta mbush tani zemrën tënde. Çdo gjë mishërore, çdo gjë e kësaj bote të largohet tani. Çdo ëndër, çdo ndjenjë, çdo gjë që rref siç e kanë në mendjen tënde, të mos ketë asnjë efekt më. Frymrat e dënimit dhe të torturave në mendjen tënde, i urdhëroj të heshtin dhe të largohen në emrin e Jezusit. I urdhëroj të heshtin dhe të largohen tani në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezusit dhe paqja qiellore. Ashtu si Zoti thot, dhe paqja që atë i kalon çdo zgjuarësie. Ashtu siç i kalovi çdo zgjuarësie mbyllja e luftës, vërtet çdo zgjuarësie tonën. Ashtu le të vendoset tani paqja e Perëndis në ty, në familjen tënde, në jetën tënde, në zemrën tënde, në çdo drejtim të jetës tënde, le të vendoset paqja. Thuaj çik unë e marr. Thuaj çik unë e marr. Këtë paqja. Unë e marr. Është në ajër, paqja është në ajër, është aty ku ti je. Zoti është frym. Pra, merre, se unë e marr këtë paqe. Dhe e bëj time. Paqja është imja. Në emrin e Jezusit, dhe ajo është tëndja. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, unë dua sot të lexoj. Dua ta filloj me leximin e Galatasve 5. Duke filluar nga rreshti i parë njerë, pastaj do të marr disa fragmente, disa rreshta. Atëherë fjala e Perëndis thot: qëndroni pra të patundur në lirinë me të cilin Krishti na liroi, dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Sepse në Krishtin Jezus, as rreth prerja, as pa rreth prerja, s'ka ndonjë vlerë, por besimi që vepron me anë të dashurisë. Amen. Dhe rreshti 16 vazhdon. Dhe unë them, ecni sipas shpirtit dhe nuk do ta përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër frymës, dhe fryma ka dëshira kundër mishit, dhe këto janë të kundërta njëra me tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. Por në qoftë se udhëhiqeni nga fryma, ju nuk jeni në ligj. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë:
kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të deurit, gryksia dhe gjëra të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, sikurse ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis. Por fruti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetë kontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Dhe ata që janë në Krishtin e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmit e tij. Në qoftë se rrojmë në frym duhet edhe të ecim. Le të mos jemi mburravec, duke provokuar dhe duke pasur smir njëri tjetrin. Dhe secili të analizoj veprën e tij. Dhe atëherë do të ketë arsye të mburret vetëm për veten e tij dhe jo lidhur me tjetrin, sepse secili do të mbaj barrën e tij. Amen. Haleluja. Të dashur motra dhe vëllezër, dje ne folëm se si nga i thirrur kalojmë në të zgjedhur. Dhe jo të gjithë, por shumë prej jush vendosën në zemrën e tyre të kalojnë ato portën dhe të futen në dhomën më të lartë ku janë të zgjedhurit. Dhe aty tek të zgjedhurit fillon një proces tjetër. Një proces tjetër. Shumë njerëz mendojnë që ti jesh i zgjedhur, mbarovi tani puna, tani duhet vetëm Zoti të rrjedh nëpërmjet meje dhe unë të punoj, dhe unë t'i shërbej Zotit. Dhe të dashur, të gjithë ne kalojmë një procesin e shplarjes, të larjes, të zjarrit. Më mirë ta them, procesin e zjarrit. Davidi e mori thirrjen e tij dhe përzgjedhjen dhe vajosjen e tij që 17 vjeçar. Por ai kaloi procesin e zjarrit. Ati ju desh të fshihej, ati ju desh të flinte në për shpella, ati ju desh të ishte herë me buk edhe herë pa buk. Ishte prova dhe zjarri që ai kaloi. Jozefi u zgjodh që sa lindi. Thirrja e tij erdhi edhe tek ai që në adoleshencë. E megjithatë, ai duhej të tradhtohej. Duhej të idhej në një pus. Duhej të shitej si një sklav. Duhej të kalonte në burg derisa të vinte koha që ai të ulej në vendin e dytë pas faraonit. Të gjithë të zgjedhurit e Perëndis, të gjithë të vajosurit e Perëndis, të gjithë ata që kanë vendosur nga i thirrur në i zgjedhur, është periudha të zjarrit. Nuk janë për të dënuar ty. Çdo njeri ka periudhën e vet të zjarrit. Çdo njeri ka periudhën e vet të zjarrit. Ndoshta janë thashë themet në familjen tënde, ndoshta janë fjalët e ulta nga familjarët e tu. Ndoshta janë gjykimet nga njerëzit që ti njeh. Ndoshta janë paditë, ndoshta janë dënimet në punën tënde. Ndoshta janë gjithandej ku ti shkon, njerëzit fillojnë flasin keq për ty. Gjithmonë Zoti shikon ku është dobësia e zemrës tënde. Dhe shumë zjarre Zoti i le që të kaloj zemra jonë. Shpesh unë i kam kërkuar Zotit në periudhën e zjarreve. Përse Zot, të lutem shkurtoj kohën. Edhe Zoti më ka thënë, unë e shkurtoj, por zemra jote s'është akoma gati. Puno me zemrën tënde. Puno me zemrën tënde. Dhe shpesh ne themi, Zot, shkurtoj këtë kohë. Hiqe këtë zjarr, nuk e duroj dot, shiko se si sillen me mua, shiko se si në kë fazë jam. Dhe Zoti të thot, shiko zemrën tënde.
transformo zemrën tënde, është puna e zjarrit për transformimin e zemrës tënde. Zoti i lejon shumë faza që zemra jon të jetë vetëm me Zotit. Që zemra jon t'i përkasi vetëm atij. Nëse ti thua që ndjem kaq e vrarë shpirtërisht nga familjarët e mi, nga motrat e mia, nga vëllezërit e mi, nga kushurinë e mi, flasin keq për mua, edhe kjo më ka vjedhur paqen, më ka vjedhur gëzimin. Atëherë, unë dua të pyes ty, pse të vret kaq shumë? E di pse? Sepse ti akoma pret mirënjohjen e tyre, pret respektin e tyre, pret dashuri prej tyre, edhe nuk i vej të gjitha pritshmërit në Zotin. Kur ne presim akoma nga njerëzit, atëherë dije që do të thotë zemra jon është e varur prej tyre. Prandaj ne lëndohemi. Por Zoti do që ne të jemi të varur vetëm prej Perëndis. Vetëm prej Perëndis, dhe ti do ta shikosh që nuk të vret më asnjë gjë. Nuk të sjell asnjë gjë më lëndim në zemrën tënde, sepse ti e di, Zoti është plotësia jote. Nëse ti je në një fazë të vështirë në punën tënde, me fëmijët e tu, me shoqërinë tënde, me burrin tënd, me gruan tënde, me prindrit e tu, në radhë të parë, para se të thuash pse Zot, pyet e veten, a do ti jesh ky i zgjedhur, ky i vajosur? A do ti jesh një i vajosur? Atëherë Zoti, nëse kur ti thua, Zot, unë dua të kaloj në i vajosur, dua të kaloj në një dimension më të lartë, ti i ke thënë Zotit, mbylli të gjitha të çarat në zemrën time. Dhe çdo e çar ka nevojë për zjarr. Dy hekura kur nuk mund të bashkohen nëse nuk ka diçka të zjarrt që i shkrin dhe i bashkon. Asnjë gjë nuk mund të bashkoj diçka pa zjarr. Kështu që kur ti thua Zotit, Zot, unë dua të jem joti, dua të shërbej ty, atëherë Zoti kërkon të mbylli të çarat, dhe të çarat mbyllen vetëm me zjarr. Vetëm kështu, kur të gjitha të çarat janë të mbyllura, ai mund të derdhi vajosjen e tij gjithmonë më shumë, dhe e di që ajo nuk shkon kot, që ajo nuk rrjedh në vendet e gabuara. Prandaj të dashur, çdo gjë që ju jeni duke kaluar nuk është për t'ju dënuar ju, nuk është për t'ja u vështirësuar jetën, por Zoti të do ty, dhe ai do që zemra jote të jetë një enë që mban shumë. Një enë që di të mbaj, di dhe të japi shumë. Dhe prandaj Zoti është duke lejuar këto faza në jetën tënde. Shikojeni se çfarë fjala thot. Le ta fillojmë te Galatasvi 5:16. Fjala thot, dhe unë them, ecni sipas frymës, dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Kush janë? Kush vjen nga fryma? Kush vjen nga Zoti? Shikojni se çfarë thot fjala. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës, dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Pra, mishi jon kundërshton gjithmonë atë që vjen nga lart. Sepse mishi është i tërhequr nga gjërat toksore, kurse fryma është e tërhequr nga gjërat shpirtërore. Dhe këto janë të kundërta njëra me tjetrën. Dhe që ju mos bëni ato që dëshironi. Por në qoftë se udhëhiqeni nga fryma, ju nuk jeni nën ligj. Pra kur ne udhëhiqemi nga ajo që Zoti thot, nga ligji i Zotit, atëherë ne mundemi të sundojmë mbi veprat e mishit. Ne mundemi të sundojmë mbi ato ku mishi është i fortë. Dhe këto janë veprat e mishit. Thua ti, kush janë veprat e mishit?
që unë t'i kuptoj. Atëherë, fjala thot, veprat e mishit janë kuror shkelja. Kur ti ke mendime tradhtie. Fjala e Perëndis thot që tradhti është edhe kur ti shikon me sy dhe dëshiron dikë. Jo me pa tjetër që ti të kesh marrëdhënie seksuale. Pra nuk fillon tradhtia tek marrëdhënia seksuale. Nuk fillon tradhtia tek e shkuara në krevat, sepse derisa ti të vesh në krevat, e ke tradhtuar njeriun tënd ose jetën tënde që në mendjen tënde, që me sytë e tu. Pra, kurvëria, kurorshkelja fillon që me sytë e tu, që me mendjen tënde. Kur ti dëshiron diçka që nuk është jotja. Kurorshkelja fillon që tek sytë, që tek mendja. Kurvëria është pastaj shkuarja marrëdhëniet seksuale jashtëmartese. Ndyrësia, çdo gjë e pështirë, e që të vjen në mendje, në ndjenja. Sa e sa njerëz vuajnë kohët e fundit sepse ju vin gjithmonë shikojnë dikë dhe ju vin mendime të pista në mendje. Sepse i ligu i ka ndyrë mendimet e njerëzve. Shturja, ku çdo gjë e keqe duket e mirë dhe e mirja duket e keqe. Idhujtaria, kur ti nuk kërkon lutje, nuk kërkon ndihmë tek Zoti, por shkon nëpër varreza, shkon nëpër shtrigaman dhe kërkon ndihmë tek Zoti. Kjo është idhujtari. Magjia do të thotë ti kërkon me manipulim të bësh dikë për vete. Të manipulosh dikë për ta bërë që të dojë ty. Armiqësia, kur ti urren dikë, kur ti e quan armik. Zënkat, kur ti, pra zënkat e kuptoni për çarjet, tarafet janë pothuajse të treja një lloj, sherri, manipulimi situatave dhe grindjet, futja në sherr, marrje fjale këtej, çoa nde, manipulo gjërat si ty të pëlqejnë, i kthen si ti do. Pra, këto nuk janë nga Zoti, këto janë vepra të mishit. Smira, zilia nuk është nga Zoti. Vrasjet, Zoti kur nuk thot vra dikë. Çfarë shumë njerëz thonë, unë nuk kam vrarë asnjë. Unë një mace, jo. Unë e kam vrarë një mace. Kur isha e vogël, edhe gjitonja ime i dha vajzës së saj një qese me mace të vockla, edhe tha idheni në lume, vriteni, edhe unë akoma i kam në memorje ato macet. Wow, Zot na fal. Na fal. Pra, shumë njerëz mendojnë që po tradhtia është kurvëria, tamam. Shumë njerëz mendojnë që vrasje është vetëm kur ti vret dikë me veprim. Por në botën shpirtërore nuk është kjo. Në botën shpirtërore, kur ti thua një njeriu vdeksh, kur ti thua vdektë, kur ti thua me fjalën tënde, ti e ke vrarë një njeri. Kaq shumë fuqi ka fjala në botën shpirtërore, sa herë që ti përmend fjalën, ose vdeksha unë për ty, ti ke organizuar shpirtin e vdekjes për ty. Ose ti ke organizuar shpirtin e vdekjes për atë njeri që ti thua vdeksh. Pra, në botën shpirtërore nuk është që ti të marrësh gurin e ta vrasësh një njeri. Por ti e ke vrarë ata që kur ti e thua me gojën tënde, që kur ti i thua vdeksh, mos e gëzofsh jetën,
mos pafsh një ditë të bardhë. Çdo fjalë që ti thua është një vrasje në botën shpirtërore. Pra, Perëndia i quan vrasje, jo atë që ti e merr me gur dhe e vret. Ajo po e po. Por vrasje në botën shpirtërore është edhe kur ti sapo ti e nxjerr një mallkim nga goja. Të deurit, shumë njerëz thonë që nuk është mëkat të desh. S'ka problem, vetëm vjen një çik në qef, por Zoti thot, i deuri është mëkat. Tjetër, grykësia. Motrat e mia dhe vëllezërit e mi. Grykësia, shumë njerëz thonë, grykësia është thjesht se të pëlqejnë gjërat që ta hash edhe e shijon jetën, por Perëndia e kualifikon grykësin në mëkat. Në mëkat kundër frymës. Pra grykësia është një mëkat. Dhe të ngjashme me këto thot Zoti. Të dashur, do ta filloj te grykësia sepse shumë njerëz në kohët e fundit janë robër të frymës së grykësisë. Por fjala thot që mishi është në luftë me frymën. Dhe fryma është gjithmonë fitimtare mbi mishin. Ne duhet thjesht të nënshtrohemi. Nëse ti ke zgjedhur ti je një i vajosur, atëherë ti duhet të mësosh si të nënshtrosh mishin tënd. Si të nënshtrosh mishin tënd. Duke u mbështetur në frymë, duke u rritur në frymë, duke u mbështetur në Zotin. Dhe shikojnë çik se çfarë thot, kush i nënshtrohet këtyre gjërave të mishit, për të cilat po ju paralajmëroj, thot apostulli Paul, sikurse ju thash dhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pra nëse ti ecën me vetdije në kurvëri, nëse ti me vullnet të plot e përdor mallkimin si gjë normale në jetën tënde, megjithse thua un jam biri i Perëndisë, megjithse thua un jam i shpëtuar, por ti ke mallkimin në gojën tënde, ti ke urrëtie në zemrën tënde. Ti me vetdije manipulon njerëzit, ti me vetdije flet keq për njerëzit, ti me vetdije ju ngul njerëzve thika mbrapa kurrizit. Ti me vetdije ha pa pushim. Ti me vetdije dehesh. Ti i bën mëkatet me vetdije. Është ndryshe dikush që mëkatovi sot, por në darkë nuk flet dot moj motër. Nuk flet dot. Tha Zot më fal, nesër do t'jem mirë, më e mirë. Dhe, po kur ty nuk të vret ndërgjegja fare, se çfarë ti bën? Ti i bën me vetdije dhe thua jam biri i Perëndisë, Zoti thot, ti e ke humbur mbretërinë e Perëndisë. Ti nuk je pjesë e imja. Nuk je pjesë e imja, ti nuk mund të jesh tradhtar me vetdije dhe në të njëjtën kohë të kërkosh ti jesh biri i Perëndisë dhe i ulur në tryezën e Perëndisë. Kjo nuk shkon. Nuk mund të hash në dy tryeza. Nuk mund të hash në dy tryeza. Perëndia e dënon tradhtin. Perëndia e dënon kurvërin. Perëndia e dënon grindjet, xhelozit, i dënon. Dhe askush që tradhton apo fut sherre, apo mallkon me vetdije, nuk mund të trashëgoj mbretërinë e Perëndisë. Nuk mund të ketë bekimin e Perëndisë dhe nuk mundet Perëndia të derdhi shpirtin e tij në ta. Sepse nuk ka vend, është plot me ligësi. Por kush është ajo që vjen nga Zoti? Sot unë dua të ftoj ty motra ime dhe vlla im. Çdo gjë varet nga vullneti jon i lirë. Perëndia na ka dhënë vullnetin ton të lirë dhe ai e respekton atë. Dhe ai na tregon çfarë është nga i ligu
dhe çfarë është prej Perëndis. Dhe ai thot, por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Edhe ata që janë në Krishtin e kanë kryqëzuar mishin me pasionet dhe lakmit e tij. Në qoftë se rrojmë në frymë edhe duhet të ecim. Le të mos jemi mburravec duke provokuar dhe duke pasur smir njëri tjetrin. Haleluja! Pra sot unë të inkurajoj. Ti të vendosesh të bëhesh një njeri më i mirë. Të vendosesh të bëhesh një krishter ku drita e Krishtit të shkëlqej. Të vendosesh të thuash Zot, le të kaloj në atë zjarr. Le të kaloj. Unë nuk i dua më veprat e mishit. Unë nuk i dua më veprat e mishit. Unë ndahem sot. Unë vendos që sot të vesh njeriu frymëror. Të jetoj me njeriu frymëror. Ti nënshtrohem frymës. Unë vendos ti nënshtrohem frymës së Zotit. Ti nënshtrohem shpirtit të ti, vullnetit të ti, ligjit të ti dhe ligjit të mishit. Të mos ti nënshtrohem më. Fjala thot që ata që janë në Krishtin e kanë kryqëzuar mishin bashk me i kanë kryqëzuar mishin dhe pasionet dhe lakmit bashk me Krishtin. Pra, Zoti thot që na ka dhënë të drejtën. Askush nuk mund të thot, ti jesh i krishter dhe të thuash që jam rob i kurvëris, jam rob i tradhtis, jam rob i pijes, jam rob i drograve, jam rob i varësive, jam rob i lojrave. Ti nuk mund ta thuash më. E di pse? Sepse Zoti thot, unë të kam dhënë autoritet që ti ta kryqëzosh mishin. Zoti të ka dhënë ty autoritet që ti të ngrihesh mbi mishin. Edhe ti të thuash, unë nuk do të bëj më thashe theme. Nëse pika jote e dobët është thashe themet. Nëse pika jote e dobët është tradhtia, nëse pika jote e dobët është grindje, xhelozia, smira, ti ke smir. Vendos sot të kalosh përmes zjarrit. Edhe bëj periudhën e zjarrit të shkurtër. Duke thënë, unë e marr një vendim. Unë e zhvesh çdo gjë mishërore. Dhe unë i nënshtrohem frymës së Zotit. Unë i nënshtrohem Zotit dhe që sot në mua do të jetoj dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Nëse deri dje njerëzit më kanë njohur si njeriu që si pianeci i fshatit, si bizoxhliu, si thon ai, bigjozliu i familjes, si thashe themaxhiu i fisit, si manipulusi i lagjes, si më i shëndoshi i gjithë familjes. Nëse deri dje më ka njohur si druri i shtrembët, që sot e tutje, unë marr një vendim dhe do të jem i nënshtruar ndaj frymës. Dhe unë do të njihem për dashurin, gëzimin, paqen, durimin, mirësin, besimin, zemërbutësin dhe vetkontrollin. Sot në këtë mëngjes, dje unë fillova një proces të ngritjes në frymë. Dhe unë do ta vazhdoj atë proces, thuaj zemrës tënde. Unë do ta vazhdoj procesin e të qenit i zgjedhur. Unë nuk them më mbrapa. Qëllimi i jetës time është Jezusi. Arsyeja e jetës time është Jezusi. Atëherë unë do të jetoj sikur jetoj për Jezusin, sepse unë për te jetoj. Sikur Jezusi jeton në mua.
jo si kur Jezusi jeton në mua. Sepse Jezusi jeton në mua, çdo gjë në mua do t'ja nënshtroj Jezusin. Dhe që sot e tutje, deri dje më kanë njohur si i dështuari i fisit, i hedhuri i fisit, ai i dënuari, i padashuri, i godituri, manipulusi, magjistari, armiku, ai që sjell të çarat në familje, kurvari, vrasi, pianeci. Për çfarë do lloj gjëje që ti e njohur? Sot vendos një vi. Dhe thua jo ma, që sot e tutje, unë vendos të ecë një rrugë të re. Që sot e tutje, gjithçka në mua i nënshtrohet Jezus Krishtit. Gjithçka në mua, dhe që sot e tutje, unë do të dallohem për. Shkruaj këto, edhe unë do t'i shkruaj bile, sa të mbaroj këtë live-in, do t'i shkruaj, do t'i vë tek pasqyra, do t'i vë dhe tek frigoriferi. Edhe unë e filloj këtë proces. Dhe unë do të dallohem për dashurin, gëzimin. Unë do të ruaj në çdo situatë paqen. Në çdo situatë do t'jem e durueshme. Do t'jem plot mirëdashje, mirësi, besim, zemër butësi, vetë kontroll. Dhe kundër këtyre nuk ka asnjë ligj. Kundër këtyre askush nuk mund të më padis, sepse unë jetoj brenda këtyre. Kush jeton brenda këtyre, thot fjala, nuk ka asnjë ligj që i dënon. Dhe në emrin e Jezus Krishtit ne jemi thirrur për të zhveshur mishin. Ne jemi thirrur për të zhveshur veprat e mishit. Ne jemi thirrur për të kaluar dhe për të shndritur dhe për të hequr zgjurat. Le ta fillojmë. Pra edhe njërën e tham, nga të thirrur, kaluam në të zgjedhur. I zgjedhuri tani ka procesin e zjarrit. Dhe cili është procesi i zjarrit? Heqja e veprave të mishit. Në nshtrimet që ne i kemi bërë të ligut, nëse deri dje e kemi filluar ditën me u çova një ëndër të keqe, kam parë gjithçka do më shkoj keq sot. Dhe ne varemi nga ato që Satani na servir. I zgjedhuri nuk ecën me ato që Satani servir. I zgjedhuri shikon çfarë Zoti thot për mua. I zgjedhuri, zjarri është, konkretisht të dashur, zjarri nuk është mundimet. Zjarri do të thot, unë heq gjithçka që më largon nga lavdia e Zotit. Dhe të heqësh ato nga njerë dhemb. Dhemb, nëse ti e mësuar të merresh me thashe theme, nuk është e lehtë ti lësh thashe themet. Nëse ti e mësuar të hash shumë, ke frymën e grykësisë, nuk është e lehtë ta lësh grykësinë. Por ti vendos, unë do t'i bindem Zotit. Do në nështroj mishin tim ndaj frymës. Dhe unë me Zotin doja dalë, se e vërteta fiton gjithmonë. Pra, është një proces ti thua, okay, me të vërtet unë do të mbaj këta agjërim. Me të vërtet unë do të agjëroj më tepër, do të dua Zotin më tepër, do t'i binde më tepër, e do t'a sfidoj frymën e grykësisë. Unë, kur është për të folur për thashe theme, i vë gojës time një frej dhe nuk do të flas më. Është e vështirë sepse fryma e thashe themes jeton brenda teje. Dhe kur ti ja heq ushqimin, ajo thahet, po derisa të thahet, ti duhet të jesh konsekuent që nuk do të flasësh keq për asnjë njeri. Derisa fryma e thashe themes të thahet brenda teje dhe të largohet, sepse kur nuk ka ushqim, do thahet. Të gjitha ushqen nga ajo që ti u jep. Fryma e pijes
ajo ushqehet sepse ti i fut alkoolin. Fryma e nikotinës, ajo ushqehet sepse ti i fut cigaren. Fryma e kurvëris, ajo ushqehet sepse ti kurvëron, tradhton. Ajo nuk rri vetë, nuk mund të rri në trupin tënd, nëse ti ja pret ushqimin. Fryma e xhelozis, ajo jeton në ty, rritet në ty, të vjedh familjen, të vjedh martesën, të vjedh jetën, e di pse? Sepse ti i jep për të ngrënë. Ama nëse ti sot çohesh dhe thua, stop më. Unë ndahem nga të gjitha veprat e mishit. Unë ndahem sot. Dhe nuk do t'i nënshtrohem më mishit, por do t'i nënshtrohem frymës. Dhe që sot, unë i le të thajen veprat e mishit, dhe në mua do të rritet dashuria. Nëse deri dje më kanë njohur si një njeri të ftohtë, pa zemër, që sot, unë do t'i dua njerëzit, do t'i dua kafshët, do të dua jetën, do të dua natyrën, do të dua gjithçka, dhe më shumë se gjithçka do të dua Zotin. Nëse deri dje je njohur gëzimi, thot fjala, nëse deri dje je njohur si një njeri rritur i varur, një njeri vetëm me ankesa, një njeri që vetëm ankohet dhe qahet, thuaj stop me. Unë e zhvesh atë njeri sot. Që sot, unë do të kem vetëm gëzim. Që në fytyrën time, unë do të tregoj gëzimin. Që në fytyrën time, do të shndris gëzimin në Zotin. Paqja. Nëse deri dje njerëzit kur të takonin ty thoshin, ua, po ja u them të vërtet, ka njerëz, unë kam, për shembull, kam unë një njeri, kisha, se ka filluar të ndryshoj. Po e takova atë njeri. Mos them ka ndryshuar se edhe tani ashtu është. Po e takova atë njeri unë. Më duen 3 muaj pas një takimi që më viret paqja. Ka njerëz të tillë që janë kaq negativ, që flasin ty me kaq shumë inat, zili, helm në çdo fjalë. Dhe ka me të vërtet njerëz të tillë. Dhe ndoshta je edhe ti një i tillë, që ju vjedh paqja njerëzit, dhe njerëzit thonë, po nuk e takoj dot, se po e takova, më hikën paqja 1 javë. Më hikën paqja 24 orë, po e takova atë, bem keq. Vendos sot të thuash ja, unë nuk do të jem më ai njeri me gojë të hidhur, ai njeri me gojë lënduse, ai njeri me gojë kritikuse. Unë nuk do të jem ai. Që sot e tutje unë vendos të jem njeriu që jep paqen. Dhe çdo njeriu unë i çoj paqen. Unë vendos sot të jem më shumë frym se sa mish. Unë vendos sot kushdo që më takon mua, më dëgjon mua, flet me mua, paqja të zbresi në te, sepse unë do të udhiqem nga paqja. Amen! Durimi. Nëse deri dje të njinin je njeriu më i padurueshëm. Ti je i padurueshëm. Si që jam unë për lakrorin mes natës kur ma thoshte mendja se tani jam rregulluar ca, po punoj me durimin. Pra, me të vërtet të dashur, nëse ti njihesh për padurim, ti e njeh veten tënde si të padurueshëm. Mos e lejo veten tënde që Zoti të t'japi gjëra që ty të duhet të presësh. Të duhet sepse Zoti kërkon të kalit. Dhe mos e zgjat këtë proces, por vendos sot dhe thuaj që sot durimi është pjesë e karakterit tim. Mua nuk më duhet të kaloj përmes zjarrit për të mësuar durimin, por unë e vendos sot. Durimi është pjesë e karakterit tim. Mirdashja. Nëse deri dje je njohur si njeri zemër gur, ju do njerëzve të këqija, je zili qarë, pse të tjerët janë më mirë, krahasohesh me të tjerët, qysh sot thuaj, unë jam plot mirësi, unë ju dua të mirën njerëzve, unë dëshiroj të mirën e njerëzve. Dhe thuaj, që sot e tutje,
të gjithë do më njohin si njeriu që vetëm bekon. Shikoj një shtëpi që e ka bërë sa bukur, dhe mos Zot bekoj atë që e ka. Jepi jetë e shëndet dhe ta gëzoj. Unë nuk shkoj dhe them, po pse me kështu bëhet kjo shtëpi? Po kështë disi i ka bërë lekët a ime, po bet shtëpia pa lek të drejta. Nuk bet. Jo motra ime, jo vlla jon. Ti nuk je kështu. Ti merr një vendim të bekosh. Sepse fjala e Perëndis thot, mirë dashja, ti ju do të mirën njerëzive. Ti nuk i analizon ata, ti au do të mirën. Mirësia, kudo ti bën të mirën. Kudo ke një zemër të mirë. Ti e merr sot këtë vendim që ti do të kesh gjithmonë një zemër plot me mirësi dhe do të bësh të mira, gjithmonë që ti jepet mundësia. Besimi, ti nuk do të dhuntia tjetër është besimi. Ti nuk ja jep gojën tënde mos besimit dhe thua kjo nuk bëhet, kjo nuk shërohet, kjo nuk ka shpresë, mua nuk më ecën, kur mos qoftë. Por që sot e tutje ti merr një vendim, besimi është pjesë e karakterit tënd. Ti ke besim që Zoti do të shëroj, ti ke besim që Zoti do të çliroj, ti ke besim se Zoti do të hap rrugë për ty, ti ke besim tek një Zot që e mundi vdekjen. Ti ke besim. Dhe ti sot merr një vendim dhe thua, unë nuk e jap më gojën time për asnjë gjë që ushqen pa besimin tim, po vetëm për atë që ushqen besimin. Zemër butësia, ti je i butë, ti je i ëmbël, ti je i butë me atë që ka nevojë për një fjalë të ngrohtë dhe vetë kontrolli. Që sot ti nuk thua që wow, unë blej pa kontroll. Sa e sa njerëz nga brezi i ri, problemi më kryesor i brezit të ri në vendet e mirëqenia është blerja pa limit. Djalli ju ka futur në mod që ngushëllo veten edhe ti punove tani shko bli. Shefja ime e parë ishte një grua filipinese. Ajo punonte kaq shumë. Vërtet, punonte kaq shumë. Dhe në fund javë, ajo dilte dhe të gjitha lekët i bente rrushe kumbla me çanta, me parfume, me pa limit. Edhe kur i thosha po pse i blen? Dhe thoshte ajo, kjo është shpërblimi për punën time. Pa është ajo vërtet shpërblim për punën apo vjedhje e djersës? Shumë breza të rinj kanë marrin borxhe pa limit për të bler. Unë vetë, dikush më dhurovi një çantë edhe disa rroba marke. Edhe kur unë hapa thash, po flisja me një kolegen time dhe thash, wow, Zoti ta bekoj, lavdi Zoti, shiko qa markash. Kur hapëm çantën, ishin faturat e bankës, letrat e bankës, që ajo kishte mbi 20 e ca mi euro borxh në bank. Pse? Sepse blinte gjëra që përtej asaj që nuk i kishte. Pse? Sepse nuk kishte frymën e vet kontrollit. Kështu është dhe me ushqimin. Nëse ti ulesh dhe ushqimi merr kontroll mbi ty, dhe ti nuk di të thuash stop, është koha të marrësh vet kontroll dhe thuaj që sot e tutje. Unë nuk jetoj me sipas mishit, por jetoj sipas frymës. Që sot e tutje. Apostulli Paul shkon më tutje dhe thot, tash e tutje askush të mos më trazoj. Tek Galatasve 6, rreshti 17. Tash e tutje askush të mos më trazoj, sepse unë mbaj në trupin tim shenjat e Zotit Jezus. Amen. Tash e tutje askush të mos të trazoj, sepse ti mban shenjat e Jezusit. Pra çdo gjë është e mundur për ty. Çdo gjë është e mundur për ty. Ne tham që kjo javë është java e rizgjimit, java e zjarrit, java e rikthimit në dashurinë për Perëndin, java e rimarrjes edhe një herë të misionit tënd, java e ngritjes
në botën shpirtërore. Java e ngritjes në frym. Dhe sot në emrin e Jezus Krishtit, ne vendosim nuk do t'i bindemi më mishit, nuk do të ecim më sipas mishit, nuk do të jemi më në prangat e mishit, jo më. Ne kemi shenjat e Krishtit, ne jemi shpëtuar me Krishtin dhe ne do të jetojmë si Krishti, me dhuntit që ai ka, me dashurin, me gëzimin, me paqen, me durimin, me mirëdashjen, me mirësin, me besimin, me zemërbutësin dhe me vetë kontrolin. Këto janë karakteri jonë. Këto janë ato që ne mendojmë, këto janë ato që ne veprojmë. Këto, sepse ne kemi shenjat e Krishtit, ne jetojmë për Krishtin. Ne jetojmë për Krishtin. Dhe faleminderit Zotit për daltën e tij, që i heq gjërat e vjetra dhe ndërton karakterin ton të ri, ndërton mendjen ton të re, ndërton zemrat tona, ndërton besimin ton. Dhe në emrin e Jezus Krishtit unë lutem sot që të gjitha dhuntit e frymës të bëhen sot pjesë të karakterit tënd. Ti të marrësh këtë vendim dhe ti të ngrihesh nga lavdia në lavdi, sepse ti rritesh në karakterin e Krishtit. Ti rritesh duke përfaqësuar Krishtin në emrin e Jezusit dhe ti je drita duke ecur kështu, duke vepruar kështu, ti je drita kudo që ti je. Në emrin e Jezus Krishtit, unë të zhvesh sot njeriun e vjetër dhe të vesh sot mantelin e birëris, mantelin e sundimit, të autoritetit dhe gjithë shka në ty të jetë Krishti. Në emrin e Jezusit, qeshni dhe gëzoni, gëzojni dhe shijojni këtë ditë. Jini plot me fuqinë e Zotit, plot me dashurinë e tij, plot me mirësinë e tij, plot me paqen e tij, me gëzimin e tij, me besimin, me zemërbutësinë dhe me vetë kontroll. Në emrin e Jezusit, unë ju bekoj. Dhe nëse Zoti do, shifemi nesër në orën 7. Zoti ju bekoft, mirupafshim, është dita juaj, shijojeni këtë ditë dhe plot me gëzim në emrin e Jezusit. Në Facebook nuk më punon sot komentarët, prandaj nuk ju përgjigja dot asnjëje. Zoti ju bekoft të gjithëve.